Farë mënyre, po shkojmë në një normalitet të drejtësisë apo jo? Një pjesë e këtyre fatikisht janë gjithë me gjykim zakonshëm, pjesë më e madhe tashmë, të cilët kërkojnë realisht një punë kolosale, nuk është dhe nëse do kemi... Jo, këtë po them pra. Po pra, kemi rasti Mediu me gjykim zakonshëm. Po. Kemi Berisha Malteze me gjykim zakonshëm. Po. Rasti Beqaj me gjykim zakonshëm. Me gjykim zakonshëm. Besoj ke Ilir Metën me absolute me gjykim zakonshëm. Pra, kemi këtë... Pra, do kemi kaq shumë me gjykim zakonshëm që kërkohet një punë kolosale sepse do duhet prokuroria ka pra Spaku në rastin konkret ka barrën e provës për të provuar fajësinë pikërisht të këtyre pandevëve që ka çuar në gjykat, po? Është rëndësishme. Momenti i rëndësishëm. Momenti i rëndësishëm. Që do thotë nëse në rast se dështon Spak ka një hapas po thua në drejtësi? Po sepse ka një diferencë të madhe ndërmjet faktit që unë vi dhe pretendoj që ti ke bërë një vepër penale. Po. Ajo që bën Spaku deri në momentin që çështja shkon në gjykat është një pretendim. Spaku argumenton, logjikon, arsyeton. Ka ngritur akuzën që Rezarti, Denisi dhe përbarimi kanë bërë këtë vepër penale. Po kjo nuk e bën fajtor personin. Patjetër, po. Okej? Që do të thotë betejë reale e Spakut fillon në momentin që ky vlerësimi i Spakut do të nështrohet gjykimit. Dhe këtu Spaku do të provojë që jo vetëm që ka bërë punë hetimore, por ka bërë një punë të tillë hetimore që mund të provojë përpara gjykatës fajësinë e personave. Sepse nëse do të ndodhë që në një pjesë të këtyre dosjeve njerëzit të dalin të pafajshëm, do të thotë që kemi ngritur një organ akuzator, po jo provues. Do të thotë Spaku është i mirë për të bërë show mediatik dhe për të prodhuar akuza, po kur vjen puna për t'i vërtetuar këto akuza në gjykat, ka diçka që nuk ka. Pra po thua, është në test reputacioni i Spakut apo gjykatës? Më i besueshëm edhe sikur të ndodhte ndonjëherë gjë e tillë. Absolutisht, jam shumë dakord me ty. Nuk e kam, unë nuk them, po na del që me këtë po thua që duhet dënohen. Nuk po them që duhet dënohen të gjithë. Ajo që është e mira, ajo që unë gjykoj që është e mira, është një pjesë e konstrueshme dosje po shkon në gjykim të zakonshëm. Patjetër. Dhe gjykimi i zakonshëm do na japi mundësinë që të gjithëve, edhe ne që jemi këtu, që të vlerësojmë realisht punën e Spakut dhe se nuk është vetëm çështja e provave, çështja është e arsyetimit në raport me provë, mënyrë se ti do ta parashtrosh pa gjykat. Mbrojtje se ti do t'i bësh gjykat. Dhe fakti që këto janë çështje që do zgjasin, do na japë mundësinë të kuptojmë vërtet ore ka bërë Spaku një punë të mirë apo ka bërë Spaku një punë sa për të na thënë që unë po i luftoj korrupsionin. Sepse lufta kundër korrupsionit nuk është të çosh çështën në gjykat. Lufta kundër korrupsionit është ta dënosh një person që është fajtor. Kjo është lufta kundër korrupsionit. Edhe një, po është në test reputacioni i Spakut apo gjykatës në këtë rast? Gjykata është organ vlerësues, gjykata është mbi palët. Një sekondë tani se unë po të marr edhe një situatë tjetër hipotetike që se solle këtu, që Spaku mund t'i çojë provat, po gjykatësi në bindjen e tij thotë jo, s'është e mjaftueshme dhe e rrezon. Po këtu si t'ja bëjmë? Ka ca prova që janë të pakundërshme. Bindja e gjykatës është ajo që vlerësohet. Po këtu pse do ta bëj përgjigje Spakun unë? Nëse Spaku çon provat dhe një gjyqtar që mund të ketë shumë ngjyra, le ta quajmë edhe me këtë. Si fillove ke teoritë konspirative. Më dëgjoj. Kam përshtypjen është më vështirë puna e Spakut se e gjyqtarit. Absolutisht, po më e vështirë. Por ka një diferencë. Spaku dhe pala tjetër janë palë në gjykim, do në janë të barabartë. Këta dy shkojnë, njëra palë pretendon të aprovojë që është fajtor, pala tjetër pretendon të provojë që është fajtor. Dhe mi fali se do edhe kolegi. Ky zotëria që është lartë, i dëgjon të dy palët, nuk është i anshëm, nuk mbron njërën palë apo tjetër, të shmon. Tash nëse ti thuaj gjyqtari është i korruptuar. Jo, mund të, jo nuk po, jo. Mund të jetë i frustruar, i korruptuar. Nuk e thash këtë, jo i korruptuar. Jetë i presuar. Jo thash në bindjen e tij. Jetë në presion. Shiko, janë shumë me vetdije. Bindjet janë është ka bindje të brendshme. Do ta dënojë. Bindjet e brendshme janë subjektive. Ja njeh ligji po pikërisht pra. Tani pse do ta paragjykojmë punën e Spakut nëse një gjyqtar me bindje të brendshme i vetmi metër vlerësues i Spakut është gjykata. Po ligjërisht e kuptojmë. Pastaj shkalla e gjykimit. Se ka disa shkallë gjykimi, si thot Çaça. Është shkalla parë, shkalla shpejtë gjykata lart. Kjo që thesë është interesante se dëgohet kjo edhe në korridorat tona. Është një këngë vjetër. Po të mbani mend, të rritni pak memorjes, Samir Tahiri thoshte që ne arrestojmë, prokuroria arreston, po gjykata e liron. Nuk funksionon këtë mënyrë. Do të thotë që ka arrestuar në mënyrë të palikshme pra. Okej. Dhe problemi është do duhet shikosh, jo se gjykata është e pagabueshme në rastin konkret, por ka një gjykatë tjetër mbi atë. Që është certifikuese. Gjykata apeli, gjykata e lartë, etj. Pra procesi dihet merr rrugën e vet. Okej. Vetë rregullohet. Kjo nuk mjafton. Ajo që un po them është që
organi i akuzës ka një barë të madhe për të provuar fajësinë e akuzuar. Dhe derisa ai të dënohet me vendim të formës prerë, ai prezumohet i pafajshëm. Kjo është Valteri, çfarë po ndodh?